Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i diel 25 maj 2025. Dashi. Ditë pozitive, vetëm pak konfuzion. Në familjen tuaj, jepni dhe merrni dashuri, kërkoni dhe ktheni respektin, duke ndjekur pikat themelore të shenjës suaj deri në germ. Demi. Disa nervozizëm të përkohshëm, ulje ngritje në ton dhe humor, disa përleshje që ndodhin në familje. Dashuria është testuar. Binjakët. Në dashuri, stimujt e rëndësishëm dhe dëshira për të ndërtuar kthehen. Mos e humbni lajmin e mirë, do të ketë mundësi të shkëlqyera. Gaforja. Dita mund të vërë përsëri në dyshim idetë tuaja, çdo fjalë do të peshohet për të shmangur ndonjë konflikt në dashuri, vonesa të vogla. Do t'ju duhet të tërhiqni disa parashtesë, një shpenzim i papritur mund t'ju zemërojë. Luani. Në dashuri, ju shkoni në një tërbim pa asnjë arsye. Kokfortësia është e gabuar. Virgjeresha. Këto ditë përpiquni të heqni qafe një barë, nëse ka një inat të vogël apo të madh ndaj dikujt, është më mirë të përballeni me atë që është e gabuar, të flisni më shumë se sa të mbani gjithçka brenda. Peshorja. Për ata që kanë partnerin e duhur, ngjarje të mëdha. Kjo ditë mund të sjellë pak komplikime, por edhe një qëndrim më pozitiv ndaj të ardhmes. Akrepi. Unë besoj se shumë do të kenë tani një qëllim për t'u ndjekur. Rimëkëmbja në një nivel dashurie. Shigjetari. Dashuri e mire. Zemra juaj është e qetë. Britsjapi. Ndonjëherë është më mirë t'u jepet një ndalesë dashamirës disa shumë ambicjeve. Mos u mërzitni për një pengesë të vogël gjatë mëngjesit. Ujori. Një ditë që lindi në një mënyrë shumë interesante, midis sot dhe nesër ju nuk mund të merrni vetëm propozime të mira, por edhe pamje të qartë, ju jeni shumë tërheqës. Peshqit. Është e mundur të parashikoni një periudhë dështimesh apo edhe emocione të reja. Ditë interesante për të planifikuar udhëtime. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.